Ministria e Ekonomisë dhe Punës publikoi sot thirrjen publike për mbështetje financiare për mikro, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për zejtarët, për të cilën janë siguruar 11.340.000 denar. Do të bashkëfinancohen 40% e shpenzimeve të dëshmuara për blerjen e makinerive dhe mjeteve të reja të punës, por jo më shumë se 200.000 denar për aplikues. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi tha se qëllimi është të ndihmojnë kompanitë vendase të investojnë më lehtë. Qëllimi është i qartë, të ndihmojmë kompanitë vendase të investojnë më lehtë, të modernizojnë prodhimin, të rrisin produktivitetin dhe të krijojnë kushte më të mira për punë dhe zhvillim. Përveç kësaj mase, Ministria e Ekonomisë dhe Punës do të shpallë edhe 2 thirrje të rëndësishme publike në periudhën e ardhshme, në kuadër të programit për mbështetjen e industrisë përpunuese dhe përgjegjësisë sociale për vitin 2026. Durmishi sqaroi se thirrja e parë publike ka të bëjë me kompenzimin e një pjese të shpenzimeve për vendosjen, implementimin dhe certifikimin e standardeve në industrinë përpunuese me një buxhet total prej 2 milion denarësh. Ndërsa thirrja e dytë publike, shtoi ai, është e orientuar drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet kompanive të industrisë përpunuese dhe universiteteve përmes realizimit të projekteve të përbashkëta. Për këtë mas janë parapar 5 milion denar. Durmishi ftoi të gjitha kompanitë dhe zejtarët e interesuar që t'i ndjekin me kujdes kushtet e thirrjeve publike dhe të aplikojnë. Mbështetja ka të bëjë me investimet e realizuara gjatë viteve 2025 dhe 2026, ndërsa të drejtë pjesëmarrjeje kanë mikro, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme me kapital kryesisht vendas, si dhe zejtarët e regjistruar sipas dispozitave ligjore. Afati i fundit për aplikim është 30 qershor 2026.